Paramendoni të jeni një pilot droni profesionist, i dërguar në shkretëtir për të filmuar pamje paqësore të natyrës, por, papritmas, pajisja juaj kap diçka që nuk duhej të ekzistonte. Joni mendoi se ishte thjesht një ditë tjetër pune, derisa zbuloi një hyrje sekrete për në një botë të harruar. Një gabim i vetëm e bëri atë të binte në një humner ku koha dukej se kishte ndaluar, i rrethuar nga simbole agresive dhe një errësirë që fshinte çdo gjë. Çfarë gjeti Joni në ato tunele nëntoksore që mund të ndryshonte rrjedhën e historisë? Dhe pse dikush po përpiqet me çdo kusht që këto pamje të mos shohin kurrë dritën e diellit? Qëndroni me ne, sepse kjo histori do t'ju mbajë pezull deri në sekondën e fundit. Kur Jonit ju kërkua të kapte pamje të një peizazhi për një dokumentar natyre, ai pranoi me kënaqësi. Pak e dinte ai se kjo do të ishte një ditë që do ta mbante mend për gjithmonë. Kur Joni fluturoi dronin e tij përmes peizazhit të bukur, ai papritmas kapi diçka krejtësisht tjetër, diçka që mund të ndryshonte rrjedhën e historisë për gjithmonë. Por kur ai u afrua objektit, ndodhi diçka që ai nuk e kishte parashikuar kurrë. Joni nuk mund të besonte syve për atë që po shihte. Ai nuk kishte parë kurrë një gjë të tillë në jetën e tij, dhe të mendose se kishte dalë këtu vetëm për të kapur natyrën e bukur. Ai bëri disa hapa përpara për t'u afruar pak më shumë, por pastaj vuri re diçka që i shkaktoi rrënjqetje në shtyllën kurrizore. Ai u hodh shpejt prapa nga tronditja. Çfarë dreqin po shikonte? Kishte diçka të gdhëndur mbi objekt që nuk e kishte vënë re më parë. Nuk ishte diçka që Joni mund ta lexonte. Dukej më shumë si forma, por shenjat dukeshin shumë agresive. Pothuajse sikur ai nuk duhej të ishte aty. Joni papritmas ndjeu se duhej të largohej sa më shpejt të ishte e mundur. Por kjo nuk ishte aq e lehtë sa mendonte, sepse ndërsa vraponte vërdall duke u përpjekur të kthehej te makina e tij, ai vuri re se kishte humbur. Por çfarë kapi Joni me dronin e tij? Pse nuk mund të largohej? Dhe pse askush nuk duhej t'i shihte pamjet? Por para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe sigurohuni të bëni subscribe nëse nuk e keni bërë ende, dhe goditni atë zilen e notifikimeve, në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Joni, një pilot me përvojë droni, u kërkua të xhironte një klip për një dokumentar të ardhshëm. Ai kishte kapur shumë gjëra me dronin e tij, nga lajmet e lajshme deri te peizazhet e bukura, por diçka në lidhje me këtë punë dukej ndryshe. Kompania që e kontaktoi ishte shumë specifike se ku dhe kur duhej t'i xhironte pamjet. Ai mori një email ku detajohej pika e saktë që Joni duhej të kapte, sa i gjatë duhej të ishte klipi dhe kur duhej ta xhironte. Marrja e një emaili të tillë ishte paksa e jashtëzakonshme, pasi Joni zakonisht merrte një telefonat, por ai nuk mendoi shumë për atë në atë kohë. Dita erdhi dhe Joni i kishte të gjitha pajisjet gati. Ai ngarkoi kamionçinën dhe u drejtua për në shkretëtir. Joni i kishte marrë koordinatat e vendit, kështu që e dinte saktësisht ku të shkonte. Dhe kjo ishte një gjë e mirë sepse ai nuk ishte vënë kurrë në këtë pjesë të shkretëtirës. Për Jonin, çdo gjë dukej njësoj. Kishte tokë të thatë kudo, disa kaktuse dhe shkërrese shkretëtire që rrotulloheshin. Dukej si një peizazh i gjallë i nxjerrë nga një film i vjetër western. Kur mbriti në vendingjarje, ai vendosi dronin në tokë, lidhi kontrolluesin me dronin dhe filloi të fluturojë. Pasi fluturoi dronin e tij për rreth një orë, Joni vuri re diçka të çuditshme. Intriguar se çfarë mund të ishte, ai vendosi ta mbante kamerën ndezur. Joni nuk mund të besonte syve për atë që po shihte. Ai nuk kishte parë kurrë një gjë të tillë në jetën e tij, dhe të mendose se kishte dalë këtu vetëm për të kapur natyrën e bukur. Joni vendosi të nxirrte përsëri dronin e tij për të parë nëse mund ta gjente objektin, por kur doli nga makina me dronin në dorë, papritmas ndjeu tokën t'i rrëshqiste nën këmbë. Para se ta dinte, Joni u gremis poshtë një vrime të madhe në tokë. Ai goditi kokën dhe humbi ndjenjat për pak kohë. Kur u zgjua përsëri, dielli kishte filluar të perëndonte, dhe situata nuk dukej e mirë për Jonin. Ai duhej të gjente një rrugdalje prej këtu, dhe atë shpejt. Fatmirësisht, droni i tij ndodhej disa hapa larg tij dhe dukej i paprekur. Kështu Joni e ndezi dhe për lehtësimin e tij, ai punonte. Kjo do të thoshte se ai mund të përdorte dronin për të kërkuar ndihmë. Por kur drita e dronit ndriçoi vrimën ku kishte rënë, Joni papritmas e njohu se ku ndodhej. Ai kishte rënë në një shpellë, por jo në çfarëdo shpelle. Kur shikoi lart, ai pa formën e çuditshme të shpellës, e cila ishte identike me formën e objektit që kishte kapur me dronin e tij. Joni shikon shpejt pamjet përsëri dhe rrënkoi kur kuptoi se ishte me të vërtetë e njëjta gjë. Por Joni ishte ende në telashe të mëdha. Dielli po perëndonte dhe madje edhe me dritën e pakët që kishte brenda shpellës, Joni mund të shihte se nuk kishte rrugdalje. Nuk kishte shkëmbinj pas murit ku mund të ngjitej. Por kur Joni u kthye, vuri re diçka që potencialisht mund ta shpëtonte. Kishte një hapje në anën e shpellës që pothuajse dukej si një derë, dhe kur Joni shikoi përmes hapjes, vuri re se ishte një tunel i gjatë. Por ku do ta çonte këtë tunel? Kishte vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Ai duhej të kalonte përmes tij.
I pasigurt se çfarë do të gjente brenda tunelit, Joni vendosi të fluturonte dronin e tij I pari. Në këtë mënyrë, ai mund të shikonte pamjet nga ekrani I tij. Ai arriti të fluturonte dronin disa metra poshtë tunelit pa goditur asgjë, por pas 5 minutash, ai vuri re diçka në mur. Çfarë është kjo? Mendoi Joni. Ai shikoi me sy të hapur, ndërsa droni I tij kapte anët e tunelit. O Zot, pëshpëriti Joni. Ai e dinte se kjo ishte diçka që askush nuk duhej ta shihte. Kjo histori po bëhet vërtet rrëqetëse. Nëse doni të shihni më shumë zbulime të tilla, bëni like videos dhe subscribe nëse nuk e keni bërë ende. Zemra filloi t'i rrithte fort ndërsa tërhiqte dronin e tij. Papritmas, ndjeu se koha po mbaronte. Po bëhej gjithnjë e më errësirë brenda shpellës. Joni ishte I dëshpëruar për të dalë, kështu që u përpoq të ngjitej në mure, por ishte e kotë. Ai e dinte se kalimi përmes atij tuneli nuk ishte më një opsion, jo pas asaj që kishte kapur, por gjithashtu e dinte se nuk mund t'i ngjitej kurrë atyre mureve. Pra, kishte mbetur vetëm një gjë për të bërë. Ai duhet të postonte pamjet në internet dhe të shpresonte se dikush do të vinte në ndihmë. Joni kishte vetëm një vizë sinjali dhe vetëm 10% bateri, kështu që ai e dinte se ky ishte shansi I tij I parë. Ai u ngrit në këmbë, shtriu krahët sa më lart që mundi dhe shtipi butonin dërgon. Ndërsa Joni priste për një përgjigje, mendja e tij vraponte me mendime se çfarë mund të kishte në atë tunel. Pamjet e dronit nuk ishin shumë të qarta, por dukej sikur askush nuk kishte qenë brenda atij tuneli për një kohë të gjatë. Ai ishte e rrezikshme, ai nuk e kishte iden, por e dinte se kishte hasur në diçka domethënëse. Koha kalonte dhe me çdo sekond bëhej gjithnjë e më e ftoftë brenda shpellës. Joni ishte veshur vetëm xhinse, një bluzë dhe një xhaketë, kështu që e dinte se vetëm sa do të ftohej më shumë në errësirën e plot. Ai kontrollonte vazhdimisht telefonin e tij dhe e shihte si po I mbaronte energjia ngadalë. Dreq, mendoi ai. Me në fund, ai dëgjoi zhurmën e njohur të dridhjes së telefonit me një mesazh. Ishte nga producenti I dokumentarit Natyrës. Ata I kishin parë pamjet e tij në internet dhe ishin shumë të impresionuar. Por më e rëndësishmja, ata kishin kontaktuar autoritetet dhe po dërgonin një ekip kërkim shpëtimi për ta gjetur atë. Joni ishte I lehtësuar dhe I friksuar në të njëjtën kohë. A do mund ta gjenin atë? Ai nuk e dinte se çfarë të priste nga ekipi I shpëtimit, por e dinte se duhej t'u besonte atyre. Ndërsa priste, ai shikonte pamjet nga droni I tij përsëri dhe përsëri, duke u përpjekur të kuptonte atë që kishte syrë. Pas pak, dielli kishte perënduar dhe Joni nuk mund të mendonte për asgjë tjetër përveç se sa ftohtë kishte. Kishte një fllatë të lehtë që hynte në shpellë nga lart dhe Joni po dridhej nga I ftohti. Ai u përpoq të qëndronte ngrohtë duke u mbledhur kruspull, por asgjë nuk po funksiononte. Ata e gjetën Jonin të mbledhur pas murit të shpellës duke dridhur nga I ftohti. Ndërsa e ndihmuan të dilte, Joni nuk mund të mos mendonte për shenjat e çuditshme në muret e shpellës. Pasi u kontrollua nga një mjek, Joni u mor në pyetje nga autoritetet për përspërimin e tij. Ai u tregoi pamjet e tij dhe ju tregoi gjithçka që mund të mbante mend. Joni kishte hasur në diçka që do të ndryshonte rrjedhën e historisë përgjithmonë. Shpella që ai kishte kapur nga lart ishte hyrja në mbetjet e një qytetrimi të tërë nëntoksor. Tuneli kishte shenja të çuditshme që kishin për qëllim të trembisnin çdo ndërhyrës që nuk e kishte vendin atje. Çfarë mendoni se përfaqësonin ato shenja agresive në muret e tunelit? A besoni se ka qytetrime të tjera që jetojnë nën këmbët tona? Na tregoni mendimin tuaj në komente. Nëse ju pëlqeu ky tregim I pabesueshëm, nuk harroni të bëni like, ta shpërndani me miqtë tuaj dhe të bëni subscribe për të mos humbur asnjë nga historitë tona të ardhshme. Faleminderit që na ndoqët.